Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërrollë vëllezër, vazhdojmë me sirën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku në fillim kisha dashur ta bëj një pyetje që është përmendur në surën Ankebut, ku tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "A hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Tha menun njerëzit që kina milon ata me thonë që ne besum edhe mos mi vonë sprova ata. Wala kad fatanna alladhina min qablihim. Ne kemi thot Allah subhanahu wa taala, ne kemi sprovu ata që kanë qenë për atyre, dhe përmend pastaj arsyen pse Allah subhanahu wa taala i çon sprova besimtarit. Andaj nëse kishim imagjinuar një familje vëllazër, e cila familje ose të cilës familje i thonë këtë shoqënia e bojkotojnë dhe i thonë atyre: "Ne me juve nuk kena me pas allazhveresh, nuk kena me shit juve asgjë, nuk kena me blenga ju asgjë, nuk kena me martu me juve, as nuk kemi me ju dhon, as nuk kemi me ju marr, nuk kena me ju fol juve as e kështu me radhë." Është eran, është shumë eran. Pikërisht kjo i ka ndodh kujt? I ka ndodh familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sot do të flasim me lenin Allahut për një prej sprova më të mëdha në periudhën mekase, në sirën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që ka të bëjë me bojkotin që është bën familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I themi bojkot, mi po gjuhën e sotshme thuhet embargo, ose edhe përmendet edhe si sanksione, mi po para 1400 vjetëve që këto sanksione dhe embargo ja kanë bën kurëshitët një grupi të vogël të muslimanëve, vetëm se ka thonë se Zoti jonë është Allahu subhanahu wa taala. I po në fund çka ishte? Fundi ishte fitore për muslimanët. Dhe fundi ishte dështim për këta mushrik të cilët tentuan ta bëjnë këtë bojkot, e si kanë dështuar ata, do ta përmendim në vijim me lenin Allah subhanahu wa taala. Kur Islami vëllazër filloi të përhapet, kurajshët u friksuan shumë. U friksuan shumë jo se muslimanët kishin ushtri ose kishin pasuri ose kishin pushtet. Po u friksuan shumë se muslimanët hakun që i kishin me vete, filloi që ai hak dhe që Islam të hinë dhe depërton në zemrat e muslimanëve, në zemrat e njerëzve. Dhe kjo i friksoi shumë mushrikët. I friksoi ata edhe e panë që nuk përnalet ky Islam. Megjithse ata përdorën çdo armë dhe mundësi dhe metodë që i kishin dorën e tyre, apo qoftë kjo tallje, ofendime, kompromise, apo ose tortura, ama pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe muslimanët nuk përnalin. Islami nuk përnalet. Kjo frikë e tyre u shtua edhe më shumë kur Hamza radiallahu anhu, që njihet si luani i Mekës, po hin Islam. Omeri radiallahu anhu, i cili për cilin dridhej edhe Mekja, po hin Islam. Disa muslimanë të cilët doshin ata të torturojnë në Mekë, ata dolën jashtë kufive të Mekës dhe shkuan dhe depërtuan dhe arritën deri në Abisini. Pra filloi Islami del edhe jashtë kufive të Mekës. Fisi Banu Hashim po e mbrojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, nuk po e dorëzojnë edhe pse në një pjesë e tyre nuk e besonin. Në veçantë Abu Talibi. Bile kemi përmendur atë rastin kur Ammarën ose Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira, që ishte njëri prej djalmoshave më të pashëm në Mekë, po sjellin atë Qurayshët, mushrikët të Abu Talibit, dhe po i thonë: "O Abu Talib, thotë që Umarën po ta dorëzojnë atij, po ta japim ti. Vetëm ti na dorëzon nipin tan. Umarën e ki, thot, njerin më të pashëm, djaloshin më të pashëm. Thot e ki dhe ka me të shërby dhe ka me kanë në ndurët e tuja, komandën tonë. Ti vish na dorëzon nipin tan." Çka tha Abu Talibi? Tha: "Sa kërkes dhe sa ofertë keqe që është kjo që e përmendet. Tha, po ma jepni evladën e juve që unë ta ruaj, të kujdesem për ta, ndërsa unë thot po ma lipni nipin tem që t'u dhap, që ta vroni ata, ta mbytni ata." Pra nuk po e jep edhe pse nuk e besonte Abu Talibi pejgamberin alayhi salatu wasallam, mi po nuk po a dorëzon. E kjo i friksoi edhe më shumë mushrikët se po është një fe që edhe pse nuk e besojnë, domethënë janë gjendje me sakrifikuar dhe me përkrahte. Muslimanët filluan më bë edhe më të fortë, dhe kjo i friksoi shumë mushrikët ose kurajshitët. E kur panë se pejgamberi alayhi salatu wasallam po forsoi shumë më shumë, dita ditës u bashkuan edhe e lidhen një marrëveshje
një marrëveshje që ishte kundër Benu Hashimit edhe Benu Muttalibit. Apo, e pse kjo marrëveshje? Për arsye që u përmend diçka. Po për arsye se fillon mu harxhu metodat edhe sulmet që kishin kundër muslimanëve. Edhe se ato që i kanë përdorur ato metoda, ato sulme, ato arma nuk po bajnë dobi. Andaj detyruan më tash me bën një falloj marrëveshje, një falloj bojkoti kundrejt muslimanëve. Ata vëllezër kurëshitët përdorën për këtë prej metodave izolimin, e përdorën për metodave bojkotin, që do ta përmendim me lenin Allahut. Kjo krejt për çka? Për tentuar me nal dritën e Allahut. Se donin me nal, ama nuk arritën me nal. Sepse Allah thon Kur'an yuriduna ay li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Doin ato me gojën e tyre me shkim dritën e Allahut, me shuj dritën e Allahut. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ama Allah ka me plotsu dritën e tij. Edhe nëse këta nuk e pëlqejnë jo besimtarët. Ishte fillimi i vitit 7 vëllezër, konkretisht Muharram i vitit 7 të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shpalljes, kur Kurajshët u mbledhen me një vend që quhej Khaifu Bani Kinane, ose lugina e fisit Banu Kinane në zonën e El Muhassab. Tash është brendin e Mekës, i pa atër ka qenë në periferi, dhe më thonë është mes Mekës edhe Minas. Është tash një xhami që quhet Mesjid El-Ijabe. Në atë vend Banu Kinane po mbledhen kufarët, mushrikët, për ta bën këtë pakt, për këtë marrëveshje. E tregon Usame ibn Zeidi radiallahu anhu, kur janë nisë në haxhin e lamtomirës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe janë afruar Mekës. E ka parashtuar një pyetje Usame ibn Zeidi dhe i ka thonë: "Ejnë tanzilu gadan?" Tha ja Rasulullah, ku kemë zbrit, ku kemë zbarku nesër? Për arsye se më pas hijrëtit i kanë marrë shtëpiat, i kanë marrë pasuria dhe s'kena marrë në shtëpi. Tash i të dashme u kthin Mekë për hax, ku kemë zbrit, ku kemë zbarku? E tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Fa nahnu naziluna gadan bi khayf bani Kinan al-muhassab haythu qasamat Quraysh ala al-kufr." Ta kena me zbrit në tek lugina e fisit Banu Kinane në al-muhassab, aty ku kufarët janë besatu në kufër. Janë besatu në kufër për arsye se kanë bërë këtë paktin që do ta përmendim sot. Në një anë për transmetime ka ardhur wadhalika an Qurayshan wa Kinana tahalafat ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Thot kjo për arsye se në këtë vend thot kanë bërë aleancë kufarët, mushrikët kundrejt dy fiseve ose dy klaneve, Banu Hashimit edhe Banu Abdul Muttalibit, që mos mi bën disa gjëra që i përmendën. Domethënë mos të martohen, mos të shesen, mos blejnë për tyre, mos ju flasin atyre, pra ti bojkotojnë me vetëm qëllim që ata ta dorëzojnë dikën për tyre. Pra kjo lidhje, ky pakt, kjo marrëveshje vëllazër ishte mes shumë fiseve kundrejt dy fiseve, që ishin fisi Banu Hashim dhe fisi Banu Abdul Muttalib. Pra me këtë pakt dhe me këtë marrëveshje po vendosin një zëri mushrikët që me dënu këta dy fise, familjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam me një dënim kolektiv. Apo ata që ishin të afërm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që e mbronin e ndihmonin, dikush e ndihmonte, dikush e mbronte për arsye të fesë. Ama një pjesë edhe tyre kanë qenë që e kanë mbrojtur pejgamberin alayhi salatu wasallam thjesht vetëm pse kanë pas të fisit të tyre. Në këtë takim Kurajshët e shkruajtën nëpërmjet këtij dokumenti atë zullumin. Domethënë këtë zullumin e kanë mbledhur me një dokument dhe në këtë dokument ishte që mos më ushit familjes pejgamberit alayhi salatu wasallam, mos me blej për tyre, mos martohen me ta, mos t'i vizitojnë ata, mos t'u flasin atyre, edhe mos pranojnë asnjë farë paqe me ta derisa nuk e dorëzojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ta vrarë ata, nuk kishin doni synim tjetër. Në këtë pakt o vëllezër që u bën kjo marrëveshje e zullumit e padrejtisë kundrejt fisit pejgamberit alaihi salatu wasalam, u mur ky shkrim, ky dokument dhe u varr në çape, në brendin të çapës. Për çfarë? Për t'u shenjtëruar si dokument, po edhe për t'u shtuar pesha kuptimin se këtë kemi prejnë dhe kemi vendosën edhe nuk kthehena më pas, pasi që ata kemi varë në çapë. Dhe është shumë ironike ose shumë e çuditshme. Fakti vëllezër se në çabja që është shtëpia e Allahut, që është ndërtuar për të bërë ibadet Allahut, mushrikët e kanë përdorur me i bërë shirk Allahut. Në atë çabë që është shtëpia e Allahut, që është ndërtuar për adhurim,
mushrikët për përdorin për të varë një dokument që është për zullum, për padrejsinë të dikujt. Ataj këtë dokument e ka shkruajtur vëllazër me dorë Mansur ibn Ikrima. Disa për dietarëve thonë të sirës, thonë është Mansur ibn Ikrima, disa tjerë japin disa versione tjera. Me po më rëndësi Mansur ibn Ikrima që e ka shkruajtur këtë dokument, e ka shkruajtur normal me diktimin e mushrikëve. Me po për këtë ka bë dua pejgamberi alayhis salatu wasallam kundrejt tij dhe i është paralizu dora atij si rezultati i duas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kthejmë edhe për përsëris se ç'kjo dokument vëllazër, ky pakt dhe ky zemrim i kurajshëve nuk ka qenë një individit, një personi, por ka qenë një shoqërie. Apo ka qenë një komplot që ka qenë i organizuar, që e kanë shënuar, e kanë nënshkruar dhe e kanë varrbile me një vend që ka qenë vend publik. Dhe ka qenë një dradhi e pastër, një kurth i pastër kundrejt pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mirpo, siç e përmeni Allahu azza wa jalla, wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Ato bojnë kurthe, ato Allahu thur kurthe dhe Allah është ai i cili kurthet e tij më së miri të i thur. Dhe këtë ajet kisha dashur me mbajt mend për arsye se në vazhdimi i tregimit është komenti ndoshta i kondementeve më të mira që i bëhet këtij ajeti. Do të thonë vazhdimi i këtij tregimi që jemi duke folur. Do të jetë me lejen Allahut si komenti më i mirë i këtij ajeti. Wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Pas këtij pakti vëllazër, pas këtij zullumit, Banu Hashim edhe Banu Abdul Muttalib, fisi pejgamberit alayhis salam, akrabat e tij, kushërit e tij, hinë dhe futen në Shebin e Ebu Talibit. Shebi themi një shtegut ose një luginës ose një grike që është mes dy maleve. Në atë vend kanë qëndruar, domethënë që ka qenë fisit e pejgamberit alayhis salatu wasallam, më konkretisht Ebu Talibit, që ati kanë net, krejt ata të cilët janë izoluar, janë bojkotuar nga ana e shoqërisë. Nga ana e shoqërisë, kanë net pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë net familja e tij, kanë net të afërmit e tij, kanë net muslimanët, po edhe jo muslimanët, ata të cilët e kanë përkrah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, përveç njënit, që ka qenë kush? Ebu Lehebi. Ebu Lehebi edhe pse ishte nga fise Banu Hashim, mbi po nuk ishte pjesë e këtij bojkotit, edhe pse në letësh hynte ai, mi por faktin se ai ishte kundërshtar i pejgamberit alayhis salatu wasallam, u përjashtu nga ky bojkot. U përjashtu nga ky bojkot. Por edhe pse ishte fisi i pejgamberit alayhis salatu, ishte axhi i tij, mi po ai nuk ishte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po ishte nga ana e mushrikëve dhe armiqve të Allahut. Edhe është interesant, Bilal radhiyallahu anhu vjen pi Habeshës dhe beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ky axhi i tij aty është edhe nuk e beson. Ama Allah i thati, të bet jeda Abi Lahabin wa tab. Do të thonë për Bilalin radhiyallahu anhu përgëzoi Allahu subhanahu wa taala, do të thonë për pejgamberit alayhis salatu wasallam me xhennet, ndërsa për Abu Lahebin Allahu subhanahu wa taala, do të thonë ka zbrit ayat që tregon kjo çka? Tregon inna akramakum indallahi atqakum. Do më fisnikut te Allahu kush është? Është ai i cili është më i devotshëm. Mund të shmekon axhi pejgamberit alayhis salatu wasallam, po mos bën as pak dobi. Edhe ky pakt vëllazër nuk ishte thjesht një izolim ose nuk ishte thjesht një bojkot ose një embargo, po ishte një burg, që kanë thonë ulemae, burg pa mure. Apo nuk zgjate një ditë, as jo një muaj, as më shumë, po arriti deri në 3 vite. Do të thonë 3 vite bojkot dhe embargo, 3 vite uri, 3 vite frikë, 3 vite pa ushqim përveç një pjesë ushqimit që futej fshehurazi. Do të thonë veçanërisht gjatë natës ose në pjesat e në mujt e shenjtë kur s'ka pas luftë ose kur kanë qenë pak më të mëshirshëm apo. Ku 3 vite zgjatën që ushqimi më filloi më bë çaçi shtrenjtë, ndoshta më shumë edhe se sa altoni. Derisa kanë thonë ulemaj e sirës, hatta balagahumul al-jahd wa sumiyat aswatu sibyanihim bil buka'i min wara'i ash-shab. Thot derisa thot uria edhe lodhja ka zonë me mujt. Ata të cilët kanë qenë në këtë vend, në këtë bojkot, pjesë e këtij bojkotit, derisa thot piskam e fëmijëve është dëgjuar edhe pas kësaj grikës ose pas këtij shtegut. Do thonë edhe pse kanë një piskamën mushrikët gjatë këtij bojkotit, domethënë nuk është zbut zemra tyre. Do thonë ka vazhduar ato me kënd të mëshirshëm ndaj tyre edhe pse është fjala për fëmijët. Sepse kur është puna për Islamin, domethënë ata kur një farë mëshire nuk ka. Derisa është janë detyruar ata të cilët kanë qenë pjesë këtij bojkotit me hangër edhe gjethe. Apo ose edhe lëkura të thata. Tregon Sa'd ibn Abi Waqqas që ka qenë pjesë e këtij bojkoti, domethënë vujtëve në këtë bojkot, thotë wala qad ra'aytuni ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, fa idha qit'atu jildin ba'irin
fa akhadhtuha fa ghasaltuha thumma ahraktuha fa qawitu alayha thalatha. Thot më ke pa me pejgamberin alayhis salatu wasalam Mekë. Thot e kum gjetë thot një lëkurë të devës. Thot e kum marrë, kum pastru dhe e kum pjek. Apo në zgjall, thot dhe çata thot kum fillu me hangër dhe kum ka çu ose më ka ndihmu 3 ditë. Jo shim, jo mish, po një lëkurë devës vetëm e majt pak shpirtin gjallë. Edhe kjo është prova që ka përmendur Allah subhanahu wa taala në Kur'an surën Bakara, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Do kena më sprovu ju me frikë, kena më sprovu ju me uri, kena më sprovu ju me mungesë pasurisë ose dikujt të familjarëve ose fryteve, wa bashshiris sabirin. Por gëzoj ata që bojnë durim. Pjesë e këtyre vujtjeve vëllezër, edhe pse nuk ishte musliman, ishte Ebu Talibi, i cili e mbrojti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gjithë fuqinë e tij. Apo nuk ishte musliman, ama e mbrojti. Ata bile kishte rase vëllezër gjatë natës, e linte pejgamberin alaihi salatu wasallam me shku me flet me pushu dikun. Derisa njerëzit e dinin që mo pejgamberi alaihi salatu wasallam është filan venin, ka me flet filan venin. Dhe pasi i zinte gjumi të tjerë, shkonte Ebu Talibi e mirte dhe ja ndronte venin. Në vend atij e linte dikant prej evladëve të vet. Veçanërisht ose shpesh ka ndodhur që Ali radhiyallahu anhu. Thon, panon çfarë besnikrie e madhe. Shkon e rrezikon dikant për evladëve të vet me pështu pejgamberin alayhis salam. Pse ka bën këtë? Që mos menoj dikush që do me i bë atentat pejgamberit alayhis salatu wasalam, ai ka më shku taj venit që ka më prit, mi pas ka më kon aty. Dhe këtë ka bën për shkak për me pështu pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe nëse është pyetja me rreziku dikant prej evladëve të tij. Pastaj vëllazër, ja vlen me përmend edhe çndrimin e Hatixhes radhiyallahu anha, nonës tonë, apo, e cila ka qenë një grua e cila ka qenë me nder, me pasuni, domethënë ka qenë zonja e Mekës. Ama kur është fjala për bojkotin e zullimit, nuk është që ka zgjedhur ajo me kon rahat. Në të hekin këta se këto janë familja e tij, e burrit tëm, jo. Domethënë ka qenë pjesë e këtij bojkotit, ka qenë pjesë e urisë pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka marrë pjesë me lodhin e tij, me familjen e tij, me davetin e tij, andaj ka fituar shumë. Ka fituar shumë saqë e ka fituar një përgëzim të Xhibrilit alayhis salam, apo Xhibrili alayhis salam po vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot bashir Hatixhete. Thot përgëzoje Hatixhen me një shtëpi në xhennet, bi baitin fil jannati min qasabin la sahaba fihi wala nasab. Thot përgëzoje me një vend, me një shtëpi në xhennet prej margaritarit, apo prej lu'lu, qasab. Në cilin vend nuk ka as potër as zhurmë, po nuk ka as lodhje. Veçanërisht ose shpesh herë në shtëpitë e kësaj dunjaje ka lodhje, ka potër, ka muhabete, apo ka shtëpia ose shumica e shtëpive ose mundesh më thonë, ke shtëpiat janë që nuk bën shtrat me to, edhe pse ke marrë, po nuk të lë rahat. Derisa thot dikush prej popullit apo që nuk ja bëj halal dy gjanave, njëri prej tyre përmend shtëpinë para syve se thot asnjëherë s'm ka lënë rahat. Sa kum thonë që këtë punë dhe sosi, pas ka dalë një tjetër, sepse nuk ka kjo, vetë se ka me të lodhë, që shtëpi e kësaj dunjas, mi po, Hatixha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpër me Xhibrilit po e përgëzon me një shtëpi në xhennet, në cilën nuk ka as lodhje, pas nuk ka potere. Andaj po e shoh në shpërblimin. Ajo duroi zhurmën e kësaj bote për me fituar një shtëpi në xhennet pa zhurmë. E duroi lodhjen e bojkotit për me fituar një shtëpi në xhennet pa lodhje. E duroi ngushtisën e shebet që soi grykës për me fitu një shtëpi ose me fitu gjersin e xhennetit radhiyallahu anha. Është një hadith tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryamu bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijatu bintu Khuwailid. Gruaja më e mirë është Maryama, ja, e bia Imranit, dhe gruaja më e mirë është Khadija e bia Khuwailidit. Po gruaja më e mirë në kuptimin ka thonë disa ulema, gruaja më e mirë atij zamani është Maryama radhiyallahu anha, ndërsa këtij zamanit është Hatixha radhiyallahu anha. Kuptimi tjetër është që Hatixha radhiyallahu anha është e këtij umetit më e mira, ndërsa Maryama radhiyallahu anha është më e mira e popujve para prakisht. Andaj disa për mushrikëve vëllezër e kanë kundërshtuar këtë si bojkot. Pro pas afërsisht 3 viteve, ndërgjegja disa për mushrikëve nuk durun një pjesë e tëre, domethënë nuk dështën me kanë pjesë e këtij zullume dhe këtij bojkotit, domethënë nuk ishin njësoj, nuk i kishin qëndrime të njëjta, e panë më që ka kalu zullumi këtë kufin.
dhe nuk doruan edhe një pjesë e tyre, domethënë dolën kundrejt këtij zullumi. Njëri prej tyre ishte Hisham ibn Imar. Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr vëllazër ishte ai i cili përveç se dul kundër këtij bojkoti, po ishte edhe prej atyre që fsheh rrezik gjatë natës, si çon të ushqim muslimanëve dhe atyre ose atyre që kanë qenë pjesë këtij bojkoti. Për tyre ishte edhe Zuhair ibn Umayya, ibn Abi Umayya. Bile që Zuhair ibn Abi Umayya ishte akon nipi i Banu Hashimit. Ka qenë nipi i Banu Hashim, por i ka pas dallart që kanë qenë duke u maltretuar ose duke u bojkotuar nga ana e shoqërisë. Tregohet se Hisham ibn Amri, që i pari që përmendëm, ka shkuar një ditë te Zuhairit dhe ka thonë: "Ti po ha rahat, po pi rahat, mi po dallart tu janë duke hek." Ka thonë: "Po çka më bën vet jam?" Ka thonë: "E ki edhe një tjetër." Ka thonë: "Kush? Jam unë." Ka thonë Hishami. Ka thonë: "Veç dy jena ne, çka kena më bën?" Thotë: "Kena më gjetë tretin." Shkon e gjen tretin, Mut'im ibn Adi. Pasi kur bën tre, shkon e gjen edhe një të katërtin, që është Abu Bakhtari ibn Hishami. Pastaj shkon e gjen pesën Zam'atu ibn al-Aswad e kështu me radhë. Dhe pastaj kjo është më vetëm se fillimi ose zanafilla e çlirimit nga bojkoti. Zuhairi, që i dyti që u përmend, që është nipi, shkon ky në Qabe dhe fillon me i kundërshtuar veçanërisht Abu Jahlin dhe thotë: "Çka shkoj punë? Domethënë ne ato hangër rahatin, ato pi rahatin, ato vesh rahat, ndërsa thotë Banu Hashimi janë tu hek." Thotë: "Nuk është kjo bujaria ose nuk është kjo për virtyteve të arabëve." Dhe Abu Jahli thotë: "Ti vetë je." Thotë fillon i dyti me dali, treti me dali, katërti, pesti. Abu Jahli thotë: "Kjo ka bë i marr vesh dikon. Kjo nuk mundet me kanë rastishme." Në çato momente vjen pastaj Abu Talibi me një lajm që do ta përmendë, apo. Kurajshët në këtë vëllazër, në këtë rast, në këtë dokument e kishin shkruajt, edhe kishin varë në Qabe, e kishin rrujt si marrëveshje të fortë, apo po vjen një mrekulli nga Allah subhanahu wa taala, i cili Allah nuk ka nevojë për ndonjë ushtri të madh, apo ka nevojë veç Allah subhanahu wa taala veç thotë kun fayekun, apo. Kur do mu bë diçka, Allah veç thotë kun fayekun. Andaj Allah subhanahu wa taala bën një mrekulli që ndodhi në këtë letrën që i zhvarr në Qabe, që nuk kishte çasti dikush. Mirë po Allah subhanahu wa taala ja dha një detyrë njërit për ushtarëve të vegjël të Allah subhanahu wa taala, njëri për insekteve, apo al-arada, që ajo të shkon ta han këtë letër. Tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam pasi që i kishte kallzuar Allah azza wa jalla çka ka ndodhur, ja kallzon pejgamberi alayhi salatu wasallam me Abu Talibit. Dhe i tregon që Allah mund ka tregu që ka qenë një insekt dhe ka hongër krejt letrën që është brenda përveç pjesës ku është shkruajt Bismikallahumma, ku është shkruajt emri i Allahut subhanahu wa taala. Nuk hezitoi Abu Talibi, u nis më një herë dhe i besoi fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe pse ishte mushrik, mi po i besoi dhe shkoi te Qurayshët dhe ju tha: "Inna ibn akhi qad akhbarani wa lam yakdhibni qat." Ka tregu thot nipi jam dhe ai s'm ka rënë asnjëherë, se Allahu e ka thënë një krijesë, një insekt, al-arada, dhe ka hangër këtë letër përveç pjesën ku është përmend Allahu. Thot nëse është e vërtetë kjo që e ka përmend nipi jam, thot largoni këtë bojkot dhe këtë embargo që keni bërë. A nëse nuk është e vërtetë, unë kam udhëzuar bani çka ti doni atij. Dhe ato e pranuan mushrikët. Ato që të kishin qëllim sepse dini se s'ka shans me hi dikush në Mekë, në Qabe mrena përveç se me lejen e tyre. Dhe kur në mrena e pan këtë letër që ishte e grist dhe ngrant vese në pjesa Bismika Allahum. E çka than pasaj mushrikët? A than se ne dëshmojnë se kjo është pejgamberi Allah, se ka ditë, ka më ditë ai. Ja, than veç kjo sihr është. Kjo është magji. Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Wa yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Kur shohin ndonjë shenjë, ndonjë ajet, ndonjë mrekulli, e shmangin, ata thonë kjo është sihr, që është i vazhdueshëm, shpesh ndodh. Ne do thonë nuk është që mushrikëve vëllazër u kanë mungu mrekullit ose shenjat, po u ka mungu një zemër që i ka pa të shenja, po. Çka thonë edhe Allah në Kur'an: "Fa inna la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur." Nuk është që janë të verbta sinjtë të në, po kanë qenë të verbta sinjtë me cilën e zemrës, që ata nuk kanë pa këto shenja ose këto mrekullit ka në Allah subhanahu wa taala. Andaj është shumë interesant vëllazër se si planin e një elice të fuqishme të Mekës po rrezon një insekt që ndoshta edhe nuk shifet me si, që është al-arada, apo që nuk mundesh edhe me po edhe me si. Andaj po kthehemi tek ajeti që e përmendëm më herët. Wa makaru wa makara Allah. Ata bojnë kurtha, madh Allahu subhanahu wa taala i thur kurthet e tij, dhe është Allah i cili
mas mirë i thur kurthet e tij. Andaj ky dokument u prisht, bojkoti ra u shfuqizu. Pejgamberi alayhis salatu wasalam me familjen e tij dhe me të afërmit që nuk i besonin, domethënë, po ishin pjesë e këtij dënimi ose këtij maltretimi, dolën nga shebi, nga kjo grik. Mi po ishmi ndal pak te kjo pjesa vëllazër se kur dolën dopt, fizikisht ndoshta po, mo shpirtnisht dhe me besim vetëm më të fortë. Vetëm më të lidh me Allahun azza xal, më të fuqishëm, më durimtar. Që nuk kupton kjo se ata kanë sprova, ka qenë sprovë si në tonë, po ata kanë përfituar dhe kanë dalë më të fuqishëm. Jo vetëm ata që kanë qenë pjesë e këtij maltretimi, po ata të tjerë tashmë kanë filluar më dhe arabët të tjerë. Me thonë se kjo vetë është doni fe e vërtetë dhe saktë se s'ka mundësi njëri me bën sabër 3 vjet me të mëdhoje, me fëmijë, me këta thon, vetë është në hak. Vetë është në hak thon dhe nuk ka lëshru pe i kur gjon. Dhe fillon më tash edhe më dyshet edhe tek arabët, po ndërsa ata të cilët i besonin vetë se ju shtu imani i tyre edhe më shumë. Andaj tha Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Me të vërtetë, domethënë me vështirësi vjen lehtësimi, me të vërtetë me vështirësi. Nuk tha Allah pas vështirësisë vjen lehtësimi. Po tha ma'al usri yusra. Domethënë me vështirësi vjen lehtësimi. Domethënë edhe në pjesën e sabrit ka lehtësime. Domethënë edhe pjesën e provës. Domethënë sabri gjatë provave është lehtësim. Është pjesë e lehtësimit, apo fa inna ma'al usri yusra. Gjithashtu edhe mbrojtja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka shumë dobi vëllazër që i kanë përmendur lemaja për këtë pjesë, mi po për arsye të kohës, domethënë këto dilon ndoshta ligjëratën tjetër, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bën për atyre besimtarëve që edhe pse s'kemi qenë pjesë e këtij bojkotit, janë për atyre të cilët do të shoqërojmë gjithë ata që kanë qenë pjesë dhe kanë besuar pejgamberin alayhi salatu wasalam në momentet më të vështira. Nëse Allah azza wa jalla na bën për atyre që nuk sprovohemi për te mundësive dhe Allahun e lutim që të na harroni imanin ton derisa ta takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe na bën për atyre që shoqërojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.